Shumë kompani që operojnë në Tetov dhe që udhëhiqen nga pronar Maqedonas vazhdojnë ta trajtojnë gjuhën shqipe si një detaj të paransishëm, edhe pse veprojnë në një qytet ku shqiptarët përbëjnë shumicën e konsumatorëve. Një nga shembujt më të përfolur është edhe pompa e benzinës Mak Petrol, ku shpesh qytetarët ankohen se pjesa më e madhe e stafit nuk e flet shqipen, ndërsa informatat dhe çmimet paraqiten kryesisht në maqedonisht dhe me alfabet cirilik. Qytetarët anketuar shprehen të revoltuar me këtë qasje, duke theksuar se kompanitë që presin fitime nga shqiptarët duhet së paku të tregojnë respekt elementar ndaj gjuhës së tyre. Përndryshe, sipas tyre, konsumatorët kanë të drejtë të pyesin pse duhet të mbështesin financiarisht kompani që nuk ndihen të detyruara të respektojnë ata. Më vjen shumë keq që nuk e respektojnë, megjithatë njerëzit prapë vazhdojnë shkojnë. Duhet bërgëtohet në një farë mënyre, duhet të kese një farë organizimi, gjithë përdoret gjuha shqipe në ato vendet ku bërëm ku janë shqiptarë. Jo vetëm në Mak Petrol, por edhe në shumë vendet, në shumë dyqane tjera ka. Nëse dilni në dyqanet ku janë firma Maqedone nuk je shqip paskund, por ata duhet pak dikush merret me këtë punë. Nga ana tjetër ka dhe qytetarë Maqedonas të cilët nuk pajtohen me ndasit që bëjnë kompanitë me pronar Maqedonas. To je najglupo to, nešto što postoji vo svetot. Nacionalnost, te ova, te ona razdjelba. To je razdjelba na narodите. Ne je zbližuvanje. Ironikisht, pavarësisht këtyre ankesave, shumë shqiptar vazhdojnë të furnizohen pikrisht te Mak Petrol. Arsyeja është e thjeshtë. Pre vitesh është krijuar bindja se nafta e kësaj kompanie është më cilësore dhe automjetet bëjnë më shumë kilometra me ta, por asnjëherë nuk është vërtetuar nga ndonjë analizë për vlerësimin e cilësisë së karburanteve. Kështu për shumë konsumator mungesa e respektit ndaj gjuhës duket se tolerohet për aq kohë sa rezervuari mbushet me karburant që perceptohet si i mirë. Te privat unë shtej ku mbrej naftë, se s'është problemi, për 20% më pak kaloj kilometra. Kur marrësh te Mak Petroli? Privat kur marrë. Privat? A nuk e ka përbërjen sa duhet, së di. Unë marrë, ku mbrej? Ku ngeli marrë, a për akt ju nuk është kjo herë e parë, edhe vëndi parë. Edhe në Mak Petrol, edhe në vëna të rryma, edhe dikun tjetër, po edhe në për institucione republikane i njëjti problema. Por këtu fillon paradoksi, ndërsa reputacioni i Mak Petrolit për cilësitë e lartë përsëritet shpesh nga konsumatorët, nuk ekziston asnjë analizë publike pavarur që të dëshmojë se derivatet e saj janë më të mira se ato të kompanive tjera. Me fjalë të tjera, siguria me të cilën disa flasin për naftën më të mirë është shumë më e madhe se sa sasia e provave që mbështesin atë. Në realitet, Maqedonia e Veriut përdor sistemin evropian të monitorimit të cilësisë së karburanteve sipas standardit EN 14274 dhe të gjitha kompanitë e licencuara duhet të nënshtrohen kontrolleve të rregullta. Për motorët modern dizel, mekanikët theksojnë se rreziku më i madh shpesh nuk lidhet me logon e kompanisë, por me faktorë si rezervuaret e vjetër, kontaminimi me ujë, qarkullimi i ulët i karburantit dhe mirëmbajtja e stacionit. Prandaj mbetet një pyetje legjitime, nëse cilësia superiore e naftës nuk është provuar publikisht, atëherë mbi çfarë bazohet besnikëria e shumë konsumatorëve ndaj Mak Petrolit, të analizat laboratorike apo të një reputacion që është përsëritur aq shpesh sa është pranuar si fakt.